Fusha e Maliqit vijon të mbetet në mbushtetin e ujit edhe pas rreshjeve të fundit, ku rreth 4.000 hektar tokë bujqësore rezultojnë të përmbytura. Sipas specialistëve, kjo situatë është shkaktuar nga rreshjet e pazakonta të muajve të fundit, të cilat kanë sjellë edhe çarjen e digës së lumit të Voll në 2 raste, duke përkeqësuar ndjeshëm situatën në terren. Eksperti i bujqësisë Ylver Bylykbashi thekson se ka ardhur momenti për një investim madhor dhe afatgjat në lumin të Voll, duke nisur nga Zëmblaku deri në fshatin Goç, si dhe në forcimin e argjinaturave të Devollit e Dunavecit. Sipas tij, një tjetër problematikë serioze mbetet zona torfike, ku përmbytjet janë më të theksuara. Zgjidhja përfundimtare, sipas tij, është ndërtimi i një hidrovori, i cili do të mundësonte menaxhimin e ujërave dhe shmangjen e përmbytjeve në të ardhmen. Të artohet ky projekt për fuqizimin e argjinaturës dhe njëkohësisht ribonifikimin e fushës së Maliqit në zonën torfike, me qëllim që ujërat që ndodhin në fushën e Maliqit të evadohen me anë të një hidrovori që duhet të ndërtohet patjetër. Në të njëjtën linjë qëndron edhe përgjegjësi i sektorit të bujqësisë në Bashkinë e Maliqit, Aurel Zenullari, i cili shprehet se vetëm një investim i tillë i plot dhe i mirë organizuar mund të shpëtojë përfundimisht fushën e Maliqit nga përmbytjet e përsëritura ndër vite. Në këtë fushë nevojitet një ribonifikim me investime kapitale si thellimi i lumit Devoll që nga diga e Zëmblakut deri në Tylbe e Goçës, përforcimet e argjinaturave, gjithashtu kërkohet investime kapitale për këto, si dhe një rishikim i rrjetit të kullimit të kanaleve të dyta dhe të treta. Ndërkohë, drejtues të Bordit Rajonal të Kullimit në Korçë, të kontaktuar lidhur me këtë situatë, bëjnë me di se ekziston një projekt për lumin Devoll, i cili parashikon forcimin e argjinaturave dhe jo thjesht riparimin e tyre, me synim një zgjidhje të qëndrueshme për zonën, me vlerë të parashikuar që shkon deri në 1 milion euro.